lillahi wa ba'd. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshiruesit, e falenderojmë Allahun, s'ka zot tjetër përveç tij. Mirësitë dhe bekimet e Allahut qofshin mbi profetin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. E ndihim, elhamdulillah se Zoti po na mundson që edhe këtë natë të fundit të Ramazanit ta kalojmë në namaz dhe dua të ndërtuar. Thënë ndryshe vëllezër dhe motra, shqanci i fundit për secilin prej nesh në këtë muaj. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: në çdo natë të Ramazanit, Allahu regjistron emra njerëzish nga lista dhe regjistrat e zjarrit të xhenemit. Dhe nëse shumëti, vazhdon hadithi, vazhdon fjala e profetit alayhis salam, dhe nëse shumëti që regjistrohen emrat e njerëzve nga listat dhe regjistrat e xhenemit, është nata e fundit e Ramazanit. Nata e fundit, kjo që ne po përjetojmë. Allahu na lusë që të jemi për atyre njerëzve që do të fitojnë amnistim nga zjarri i xhenemit, faljen dhe mëshirën e Zotit. Të qoftë ky Bajram i këtij viti, pra i këtij Ramazani, me të vërtetë festë për gjithë secili prej nesh. Amin. Kemi lexuar në dy pjesë të para të namazit natës disa sure, por nuk do të ndalemi në detaje, vetëm disa momente, thjesht që t'i mbajmë mend. Në surën e Fajr, që u lexuam fillim fare, është një ajet që thotë njeriu për dalë përpara Zotit do të shohë botën tjetër, xhenetin dhe xhenemin, do të shohë një ofsham. Kjo ofshama thuhet të yaqulu ya laytani qaddamtu li hayati. Njeriu do të thotë, sikur kisha punuar për jetën time të vërtetë. Aty e kupton se jeta e vërtet është jeta e ahiretit, dhe se kjo botë nuk ka qenë vetëm si një mashtrim i përposhur. Vim të suratu El-Beled. Aty Zoti sqaron jo të tjera, por ka vetëm një detaj. Çdo njeriu ja kemi bërë të qartë të dyja rrugët. Çdo njeriu ja kemi bërë të qartë të dyja rrugët. Ose zgjedh rrugën që duket si e vështirë, për që faktikisht e çon njeriu në xhenet, ose do të sjellë rrugën e cila është duket si e lehtë, për që faktikisht e çon njeriu në zjarr të xhenemit. Në surën e Shams, thotë Madhi Zot, Allahu te xhelalu, betohem Zotit, betohem në Zotin, i cili e krijoi njeriu me dy prirje. Prirjen për qenë i mirë, i përkushtuar, i devotshëm, dhe prirjen për qenë i shturur, i prishur, i devijuar. Pastaj tha, ka shpëtuar ai që veten e tij e ka pastruar. Pra Zoti që njeriu ka futur dy komponente. Njeriu është ai i cili pastaj me dëshirën, vullnetin, me lutjet, me duat, ose me mos interesimin, me kohçarjen, me paullësinë e tij, i jep përparësi njërës natyrë apo tjetrës natyrë, njërit komponent apo tjetrit komponent. Vjen tek sura që vjen më pas që është suratu El-Lejl. I Madhi Zot, Allahu xhallahu ndër të tjera në këtë sure lavdron atë njeri i cili punën e tij e lidh me Allahun. Çfarë thotë ajeti? Ata gjenë e jetë në fund. E Kur'an, që në zonë, nësa lezëm të surën. Illa btigaa wajhi Allah. Illa btigaa wajhi Rabbihi al-a'la. Nuk i bëjmë punët dhe veprat tona vetëm se me qëllimin e
knajtësisë së Allahut, Zotit ton të lartë të madhëruar. Pasi kur na thotë madh Zot, po se bone për hatër të Zotit, dhe po se bone për hir të Zotit, po të lodhesh, po të punohesh. Vazhdimisht, do të bëjmë pyetjen vetes tonë, sa ajo që bëjmë diçka, përse po e bëj? Për kë po e bëj? Nëse përgjigjja mbas përses dhe për kë del Allahun për Zotin, vazhdoje. Nëse del në gjë tjetër, rregulloje muhabetin, rregulloje qëllimin, edhe pastaj vazhdoje. Vjen tek sura që vjen më mbrapa, surja ad-Duha. Ka një ajet aty u vëzë që është një ndër ajetet, një ndër 6 ajetet më shpresëmëdha në Kur'an. Fa Zoti në surën ad-Duha, wa lasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Zoti ty do t'japi e ti do të kënaqesh. Ky premtim është për çdo njeri që ecën në rrugën e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Kush ecën në rrugën e Muhamedit alayhi salatu wassalam, Allahu do t'i japi derisa të kënaqet e të fluturohen. Shofshin për këtyre njerëzve. Vjen tek suratu ash-Shams, vjen tek suratu al-Inshirah, që vjen mas surës ad-Duha. Ndër të tjera, Allahu xhallahu xhelalu thotë: Alladhi anqadha dhahrak, mëkatet e rënojnë njeriu. Poblet e rënojnë, gjunat e rënojnë njeriu. Mëkatet e rënojnë njeriu. Nuk e lejnë njeriu të menojë thellën. Nuk e lejnë njeriu të jetë aktiv, nuk e lejnë njeriu të jetë vital. Mëkatet të prishin me punë, me dynjan, jo vetëm me ahiretin apo me kënaqësinë e Zotit. Mëkatari edhe në këtë botë, edhe në punë të kësaj bote, nuk është aty po duhet. Vjen tek sura tjetër që është suratu Tin. Thotë Zoti, njeriu e krijuam në formën më të bukur, më të përsosur. Pastaj është ai vetë që zbret nga kjo shkallë, e shkon poshtë e më poshtë. Kanë pyet njërin, kanë thënë, cila është kafsha më e rrezikshme që ekziston në botë? Dikush ka thonë gjarpëri, dikush ka thonë akrepi, dikush ka thonë e tjerë. Kurse ky mençuri ka thonë kafsha më e rrezikshme në botë është njeriu. Ka thonë si, pse? Ka thonë është e vetmi e gjallësë që kur e ngop të hanë, do të zotërojë më shumë. Por ka i hapën sy që qenë të reksin. Nësa kafshët e tjera, gjallësat e tjera. Mushja parkun, gjarpit më të rrezikshëm tonë. Ngope, thotë se ta, më dhejku, me zërë e lukë që piku. Luanit më të egrë në botë, mbushja mirë, ku dhe 50 kishë. Nuk shkës të fejsh aty kratë ti, puci, selam aleikum, aleikum selam. Ngope njeriu, i hipi pushtet, njeriu, i hipi para njeriu, i hapet syni për tjetër. Sa më shumë tjetër që shumë hapë. Qa nuk gjëgë, dhe vrau vlajnë ta për kikarë. A mund tjetë ky njeri? Ky nuk mund tjetë njeri. E vrau babën, se nuk e dha lek, më shku në rrujt në gjozë. A mund tjetë njeri ky? Ky nuk mund tjetë njeri. Ata dy çuna që merreshin në palestër, i vun ati shkurt me mezit, Fabiolin. I vun, derisa, jo vetëm që e rafën, po edhe kokën e goditët me gur dhe e kanë pa një e kanë letë 5 ditë gjendje koma. Këta janë njerëz, vallahi këta nuk janë njerëz. Nuk janë njerëz. Ky është njeriu. Allah ka krijuar perfekcion, a e shkon më keq se sa kafsha më e përshtirë që mund të ekzistojë në historinë e njerëzimit. Nëse muhabet i gjerë dhe i gjatë. Vjen tek suratul Alaq. Ajetet e para që kanë zbritur pejgamberi alayhis salam janë lexo, mëso. S'ka parë njeriu keq për leximin. Ka parë keq për mos leximit, për mos dijes. E mbyllet ky kapitull ose kjo sure, thotë Zoti, "Fasjud waqtarib."
A do mu afro me Allah? Çfarë të afro me Allah? Sejtë. Birin sejtë Zotit, i afrosh Zotit. Me lafe nuk i afrosh. Me filozofi nuk i afrosh. Me teori boshe nuk i afrosh. Sikur po na dhoti madhi Zot, dija, po nuk pati vepër, s'ka hajër prej saj. Dija, po nuk pati vepra, që përputhen të të, dhe me qëllimet e saj nuk ka prej saj hajër dhe mirësi. Vim të kësura mrapa që u lexu. Sura Al-Qadr, sikur na thot i madhi Zot në surën Al-Qadr, ky Kur'an zbriti në Ramazan dhe i dha vlerë në krahasim me gjithë muaj. Zbriti në natën e Qadrit dhe i dha vlerë më shumë se 1000 muaj. I zbriti Muhamedit alayhi salatu selam dhe u bë profetin më i shquar dhe më i dashur dhe më i nderuar i Zotit. E solli Xhibrili, u bë meleku më i zgjedhur, më i dashur dhe më i veçantë i Allahut. Sfida është e hapur për gjithë secilin prej nesh. Do të vlerësohesh dhe ti dhe të vlerësohesh këtë gjë e ka emrin Kur'an. Kapu më të fortë se kush kapet më të vetëm se ngrihet dhe lartësohet. Vim të suratu El-Bejjina. Suratu El-Bejjina, shkurtare, është një sure që thyn shpinën e çdo kujt që thotë ti bashkojmë fetë dhe ti bëjmë një. Ti miksojmë. Jo më vëlla. Si pas surës El-Bejjina nuk mund bashkohen dhe miksohen. Gjithë secili ka fenë e tij dhe besimin e tij dhe ne jetojmë në paqe dhe në harmoni, por duke ruajtur gjithë secili specialitetet, veçoritë dhe unikalitetin e të vetës. Dhe kundinukum, waliedi, nuk ka miksim. Nuk mund të bëjmë bashkë, nuk mund të bëjmë si që mund të përzijmë frutat. Mix, nuk mund të bëjmë mix. X po, mix jo. Gjithë secilin vete. Veç e ndarë, veç edhe ndarë në adhurime, në fe dhe në besim. Kurse në çështjet e tjera jemi grusht i vetëm, jemi si një dorë e vetme, jemi një për hazët e atëdhejut, kombit e tjerë, si ta kërkoj nevoja. Vim të kësura tjetër, që është suratu Zelzele. Thot, cili do që e bën një të mirë, sa do e vogël qoftë, sa grinë, sa më e vogël, sa grinë, sa atomit, do ta gjejë tek Zoti në botën tjetër. Nuk kum Zoti asnjë të mirë. Nuk kum tek Zoti asnjë mirë. Po edhe këtë kësijat e njëjta gjë, s'kum tek Zoti asnjë e keqe. Prandaj bëhet llogarit se këtë bosh me një Zot që si shpëton asgjë. Vim tek sura që vjen mbrapa, që është suratu El-Adiyat. Çudia e madhe në surën El-Adiyat Zoti flet për kuajt. Dhe me njerë masi flet për kuajt, flet për njeriu. Sikur po bën krahasimin. Kadri në emër të Zotit dhe përhatër të atij që e ka rrit, e ka ushqyer, futet në mesin e luftës dhe rrezikon jetën e tij në emër të kujt, në emër të mirënjohjes dhe të Zotit të tij. Ndërsa njeriu mos mirënjohet dhe Zotit të krijuesit. Flas për njeriu në përgjithësi dhe jo për besimtarët. Besimtarët ja dinë Zotin, e falenderojnë Zotin, e adhurojnë Zotin, dhe ne që kemi dalë me këto net për të falë namaz natë, për çfarë kemi dalë? Për Zotin tonë, elhamdulillah. Vim të suratu Al-Qari'a, u tregohet se gjërat do të jenë në peshore dhe se çfarë do mbas peshores. Vim të suratu Al-Qadr. Sura Al-Qadr është sura interesante shumë. E përkthyer në gjuhën shqipe, surja e grumbullimit. Surja e grumbullimit. Njerëzit angazhohen shumë në grumbullim. Dikush do të grumbulloj lek, s'ngopet ndonjëherë. Dikush do të grumbulloj famca, sa më shumë, aq më mirë. Dikush do të grumbulloj like, dikush do të grumbulloj ku dëgjon, gazeta, dikush është i thon mas ardhmeve të vjetra, dikush është i thon ku dëgjon lloj tipash e njerëzit.
dhe dikush është i dhënë